dhe Shqipërisë. Zoti Rama është çuar, por në këtë moment ka qenë zonja Zaçi që ka bërë një deklaratë të tillë. Çiko, kjo kryeson një gjykatë, e cila në Kotën Veri thoshin març nga ditët tona. Këta kanë dhënë nga ditët e tyre në për mandate. Vetëm për të Sonila Betjen. E kuptoni tash? Këta janë fiks març nga ja kanë dhënë në udhëheqje. Març nga mandatet tona. Edhe morën nga mandatet ca muaj, vetëm që të bënin të kokolepsin punën e Sonila Betjes. Këto janë, kupton, domethënë të ngushtosh mandatin tënd vetëm që mos mërzitet ai. Kupton? Dhe të vim ke drejtësia Sonila. Po të marr vetëm generatorët Lundrus, që janë 100 milion për 3 vjet, janë 116 milion incineratori, po ta marrim 4 vjet, po është pak më shumë, janë 50 milion dhe llogaret dhe këtu mbaron, me 270 milion euro ti ke lartë duart me drejtësinë. Këto janë lekë që ikin kot, nuk është se janë hedhur në një sektor tjetër. Por ke akshin, po themi në arsim, në shëndetësi, që hajde, se shkoj mendja te drejtësia, po e ka marrë smuri, e ka marrë nxënësi i shërbimin. A e kuptoni? Se nuk ka, shiko, kjo vjedhja është shumë e çuditshme, është vetëm kod, në kodin e vetëm krim që nuk është pa dashje. Vjedhje pa dashje nuk ka. Ka dhe vrasje pa dashje. Po vjedhje pa dashje dora në xhep nuk është pa dashje. Më fal se të futa dorën në xhep. Nuk kurrëzuan mbi portofolin. Po, bravo. Shiko, dhe kjo është shumë e tmerrshme. Shumë e tmerrshme. Këta nuk e kanë, shiko. Një njeri i cili anatemon gjyqtarët, nuk krijon kushtet minimale as të sigurisë. E kupton? Si mendon ti që do krijoj kushtet për gjyqtarët? Ju e pat kodin e ri karikatur penal? Se që kanë bërë? Po. Edhe s'po guxojnë tash. Po mëk. Po, me vrasjen e gjyqtarit, gjetën alibin për ta imponuar. Duhet shkuar në imponuar. Jo, shiko tash ç'a ndodh. Historia është kjo. Nuk luftohet me kod kjo punë. E di ç'a thot ky? Ta shpresoj marrëmbajtjen pa leje. Po ta shpjegoj për edhe për shikuesit. Shiko, e ka ndar kodi sot. Kush mban armë në shtëpi, ashtu e ka mendjen. Ai e mban në shtëpi për të ruajtur familjen, pronën, sipas niveleve, dhe psikologjisë. Për shembull, s'mbaj armë në shtëpi. Edhe s'besoj as ju. Po dikush thotë ka një rrezik, ka një problem. Mirë. Tash ky që e mban në shtëpi nuk ka rrezikshmëri shoqërore. Ai që del në rrugë, po e përdori, e thith vrasja dhe koburen, qohe sa dush armbajtjen ti, nuk ka vlerë, sepse pa tjetër, pra ky është problemi. Pra, kjo quhet politik penale, nuk ka lidhje me, ky sanksioni është për të larë ndërgjegjen, si puna asaj vini dënimin me vdekje. Po ti nuk po i zbulon dot autorët, e ti kapësh, le të vish ke dënimi. Pra, ne nisemi gjithmonë tek parrulla. E qartë më qartë. Nuk merremi me thelbin e fenomenit. Ndëshkimi është i fundit. Shikoje, ç'a u bë për gjyqtarin? Gjyqtari e mori me vete historinë e tij, bashkë me diskutimet për sigurinë e drejtësisë. Kanë bërë një statusun, edhe vajtën të bën homazhet e pallati i larjes gjynave. E kupton? Po Basir. Atje. Edhe i bënin homazhe gjyqtarit. Homazhi më i madh për gjyqtarin e ndjer në detyrë. E kupton? Edhe me integritet. Homazhi më i madh është që ti sot ti kishe marrë në mbrojtje objektet e drejtësisë dhe të filloje. E kupton, këtu duhet akti normative, të gjitha këto. Pse s'bëri akt normativ ai? Të bënte akti normativ që të merreshin gjykatat prokurorit në mbrojtje nga policia e shtetit, që dhe krimi të mos dalë makina aty, po të jepte gazet tikle, po dhe populli të shikojë, mileti të shikojë që siguria ekziston. Kush do i bëj këto? Rasti Gjoka, më thëmë që është incineratori i reformës në drejtësi. Kemi të gjithë institucionet të përfshira brenda saj.